Një hetim i thelluar i Autoritetit të Konkurrencës ka nxjerrë në pa praktika të dyshimta në tregun e sigurimit të kredive, ku disa banka dyshohet se kanë përfituar në kurrizë të qytetarëve përmes komisioneve të larta ndërmjetësimi. Rasti më i theksuar lidhet me Raiffeisen, e cila sipas hetimit ka aplikuar komisione që arrin deri në gjysmën e vlerës së policës së sigurimit për kredit konsumatore. Sipas autoritetit, këto nivele të larta komisionesh ngrejnë dyshime për abuzim me pozite në treg dhe dëm për konsumatorët. Në bankat e tjera, komisionet rezultojnë më të ulta, por gjithsesi të konsiderueshme, duke u luhatur rreth 1/4 së policës. Hetimi ka zbuluar gjithashtu se Raiffeisen kishte një marrëveshje ekskluzive me kompaninë Sigal Life, duke orientuar klientët që merrnin kredi të blinin sigurimin pikërisht aty. Kjo praktik krijonte një situatë të mbyllur në treg dhe kufizonte zgjedhjen e qytetarëve, ndërkohë që banka përfitonte një pjesë të konsiderueshme të primit të sigurimit. Autoriteti i konkurrencës nuk vendosi gjoba, por ndërhyri me masa administrative. Bankave ju kërkua të heqin dorë nga marrëveshjet ekskluzive dhe të garantojnë më shumë transparencë, duke u ofruar klientëve mundësi reale zgjedhje mes kompanive të sigurimit të licencuara. Po ashtu, u kërkua ndryshimi i kontratave standarde për t'i njohur kredimarsve të drejtën e përzgjedhjes. Praktika të ngjashme janë konstatuar edhe në banka të tjera, si UBA Bank dhe Union, ndërsa për institucione të tjera mbeten dyshime për orientim të klientëve. Në tërësi, ndërhyrja synon të rrisë konkurrencën dhe të mbrojë konsumatorët në këtë treg.